Zoti Andoni, ju preket një temë që unë e kam shumë për qef, puna e elitave, që nuk du të zgjas shumë se do të jetë bisedë tjetër se duhet trajtu kjo. Puna e elitave. Ju thatë që nuk janë lartësinë e duhur, kurse unë do të thoja që ne, edhe në historinë tonë të Shqipërisë, përpos një elite të rilindjes dhe një elite të viteve 30 që ishte kualitative dhe po të krahasojmë parlamentin me 24 me sot është një lllatari, ku jemi, gjendja ku jemi bjerë, kur mendojmë që kishim Gurakuqin, Fishtën, Nolin, personalitetet të letrave, të artit, të filozofisë, të ekonomisë, njërën tjetër. Pra, unë mendoj që me ardhjen e regjimit komunist, elitat kanë qenë shërbim të keqes dhe kanë kontribuar më shumë për interesin e tyre personal, se sa për interesin e shoqërisë dhe për zhvillimin e vendit. Dhe unë nuk di një vend perëndimor, një vend zhvilluar, një vend me një demokraci të konsoliduar që të ketë njerëz të tillë dhe të quhen elita e vendit. Sepse unë nuk mendoj që Ben Andoni është elit për librat që ka mbaruar, për shkollën që ka mbaruar. Ben Andoni është elit për kontributin që jep në shoqëri, për mendimin kritik, për opozitën që i krijon me qeverinë që është një keqe e domosdoshme. Pra, realisht, a kemi kriju në elitë dhe a ka shërby kjo elitë se do të ishim në pozicion ndryshe? Nëse do më lejoni, para disa ditëve kam botuar diçka, kam bërë një studim për epistolarët shqiptar dhe mënyrën se si kanë formësuar ato mendimin shqiptar dhe kam marrë një kampion për 1400 letrash origjinale, kuptohet në imazh grafik të mendimtarëve shqiptar nga fundi i shekullit të 19 deri në luftën e dytë botërore, që ju e preket me drejt. Ka një gjë interesante që vjen si vimësi deri tani. E para është mos besimi shumë i madh që individi shqiptar ka ndaj njëri tjetrit. E dyta, problematikën shumë të madhe që kanë për sa i përket përballjes së drejtë. Do çuditeni, në një nga letrat që është nga më të rëndësishme të kulturës tonë, është një letër e Konstantin Kristoforidit në fund të shekullit të 19 që ja dërgon në Nachos në Rumani, ka qenë njeriu që drejtonte komunitetin shqiptar. Dhe dini çfarë? Konstantin Kristoforidi kishte mbledhur për 20 vjet, në atë kohë ju e dini, distancat gjeografike ishin shumë më të mëdha se sa sot, sepse transportet e tjera të linin shumë për dëshiruar. Dhe shqiptarët e Rumanisë kishin mbledhur një fond që ai të bënte një fjalor. Kuptoni, jemi përpara kohës së fjalorit dhe alfabetit shqip që është në 1908. Para Kongresit Manastirit. Para Kongresit Manastirit. 1908. Dhe shqiptarët e Rumanisë ata që ja kishin marrë, që ja kishin krijuar të fond, ata ja marrin parat dhe hedhin poshtë një punë që Kristoforidi e kishte bërë për shumë kohësh. E çuditshme më vonë përballjet e shumë prej këtyre individëve, Luiz Gurakuqit me Kornicën, disa prej këtyre, por atëherë ka pas një parim të madh, dhe parimi ka qenë Shqipëria.